Peshkatari kap një peshk gjigant, por më pas bulon diçka të pazakont. Dielli i mëngjesit odhi një shkëlqim të butë mbi Silver Lake, duke krijuar një ambient pothuajse mistik mbi ujërat e qeta. Peshkatarët kishin filluar të mblidheshin përgjatë vijës bregdetare. Bisedat e tyre të qeta përziheshin me tingujt e butë të valve që përplaseshin. Midis tyre ishte Mark Larson, një peshkatar 42 vjeçar, i njohur në gjithë rajonin për teknikën e tij unike të peshkimit me dorë, e quajtur shpesh noodling. Kjo nuk ishte një metodë zakonshme peshkimi. Në vend të shufrave ose rjetave, Marku përdorte duart e tij të zhveshura, duke zhritur në ujë për të bindur peshqit për të kafshuar. Gjatë karrierës së tij 25 vjeçare, ai kishte fituar reputacion për stilin e tij të guzimshëm, dhe atë mëngjes ai ishte jetur për të vënë në provë aftësitë e tij. Marku kishte dalë në liqen që nga agimi, koha e tij e preferuar për të peshkuar. Qetësia dhe drita e artë e mëngjesit të ershëm e bën atë të ndjejë një lidhje të thellë me natyrën, një lidhje që ai e çmonte dhe respektonte. Megjithatë, atë ditë diçka ndihej ndryshe, thuajse sikur liqeni të fshihte sekrete pikërisht nën sipërfaqe. Marku e la menjan mendimin, duke shkumësuar atë deri në ngazëllimin e tij për kapjen. Por përpara se të fillojmë, shtypni butonin pëlqim, abononi dhe shtypni zilen e njoftimeve në mënyrë që të mos u mbisni kur historitë tona të ardhshme. Teksa u fut më thellë në ujë, ai vuri re një gazetare lokale që e vëzhgonte. Ai kishte ardhur për të dokumentuar stilin e tij unik të peshkimit dhe për të kuptuar se çfarë shtyu atë të përdorte një qasje kaq jo konvencionale. Me mëngë të përveshura dhe çizmet me kapuç, Marku i buzëqeshi asaj dhe i zhyti të gjithë para kraun e tij në ujin e freskët, duke i lënë gishtat të lëviznin në një ritëm që ai bënte, të krijuar për të përgjumur peshkun. Kjo teknik funksionon më mirë për kapjen e mustakëve, shpjegoi ai me zërin e tij të fortë. Ata e ndjejnë lëvizjen dhe mendojnë se është ushqim. Pothuajse menjëherë, ai ndjeu një tërheqje dhe një lëvizje të shpejtë. Nxori krau nga uji, një mustak i gjallë 16 inç që tundej në dorën e tij. Turma e vogël që ishte mbledhur duart orkiti, ndërsa Marku shfaqte me krenari peshkun me një buzëqeshje të madhe në fytyrë. Mustak zakonisht nuk kishte dhëm, duke e bërë këtë teknik mjaft të sigurt, por fuqia thithse e peshkut shpesh linte gërvishtje të vogla në duart e tij. Ai e uli peshkun përsëri në ujë, duke i treguar duart e tij të gërvishtura para turmës. Asgjë serioze, qeshi ai, duke fshehur shqetësimi nga plagët e lehta. Është e gjitha pjesë e punës, në fund të fundit. Pasi lëshoi peshkun, Marku u kthye për t'u drejtuar turmës. Ti e pata një tufë shumë të madhe, filloi ai, me zërin e tij duke marrë një ton më serioz. Kam kapur një mustak që ishte gati 4 metra i gjatë. Ezi mund të ta mbaja, ai gati më troqi poshtë. Ai ndaloi, duke marrë frym teksa kujtonte luftën. Por kjo nuk ishte pjesa më e çuditshme e asaj kapjeje. Gazetarja, e hetur për të kapur historinë e tij, i bëri presion për detaje, por përpara se të përgjigjej, vështrimi i Markut u kthye përsëri te liqeni. Rreth 5 metra larg, pak nën sipërfaqe, ai pa një hije që lëvizte ngadalë, por qëllimisht drejt tij. Zemra e tij ka përceu një raje, duke kuptuar se ky nuk ishte peshk i zakonshëm. Turma gulçoi. Shpëritjet e tyre bëheshin më të forta, ndërsa vunë re hijen masive që po afrohej. Shikoni madhësinë e asaj gjëje, bërtiti dikush. Pulsi Markut u shpejtua. Ai kishte kaluar orë të panumurta në këtë liqen, por ai kur nuk kishte parë një peshk të kësaj madhësie. Një kalimtar thiri: "Kujdes, Mark!" Por ai tashmë po të riqej, duke kuptuar se nuk mund të mbështete vetëm në duart e tij për të sjellë këtë kapje. Pa hezituar, ai vrapoi në pajisjen e tij në breg dhe rëmbeu një kallam peshkimi të rënd, i projektuar posaçërisht për kapje të mëdha. Ishte një kallam i gjatë me një grep të mprehtë, e përkryer për trajtimin e peshqve masiv. Pasi e mbështolli grepin me karemin e mishit të papërpunuar, ai hodhi atë në drejtim të hijes, duke marrë frym thellë, ndërsa po përgatitej për atë që padyshim do të ishte një betejë. Pak çaste më vonë, peshku e mori karemin me një forcë që gati ja troqi shkopin nga duart. Marku rënkoi, duke kapur kallamin më fort teksa zhyti thembrat në baltë për të përdorur. Peshku përplas në ujë, fuqia e tij pakrahasueshme me çdo gjë që ai kishte asur më parë. Lufta vazhdoi. Çdo tërheqje nga peshku u ndesh me vendosmërinë e palëkundur të Markut.
Shikuesit panë të trembur, teksa zgjatej tërheqja e luftës midis njeriu dhe peshkut. Kaloi 1 orë, pastaj 2, dhe ende peshku luftoi kundër kapjes. Trupi i masiv rrotulloi dhe përplasej në një përpjekje të dëshpëruar për të shpëtuar. Tashmë, edhe oficerët e policisë vendore që kishin patrulluar aty pranë u tërhoqën nga spektakli, duke u bashkuar turmës në pritje të triumfit të Markut. Ndërsa betejë vazhdonte, Marku mund të ndjente dhimbje në përmuskuj, por ai nuk pranoi të dorëzoi. "Sillni rimorkion time", thiri ai. Një kalimtar kapi çelësat e kamionit të tij dhe vrapoi për ta marrë atë, duke pozicionuar automjetin afër bregut, ndërsa turma priste pa frym. Pas gati 3 orësh, Marku më në fund arriti ta tërhiqte peshkun masiv, mjaftueshëm afër bregut. Me ndihmën e 8 personave të tjerë, ata nxorën peshkun nga uji dhe e futën në rimorkio. Marku, i kulçuar dhe i mbytur në djersë, u rrëzua në tokë pranë kapjes së tij kolosale. Ai e dinte se kjo do të ishte një histori për shekuj. Por teksa e kontrolloi më nga afër peshkun, vuri re diçka të çuditshme. Goja e peshkut ishte pjesërisht e hapur dhe brenda pa një shkëlqim të pazakontë. Duke u përkulur nga afër, sytë e Markut u zgjeruan kur kuptoi se goja e peshkut ishte mbushur me gur të vegjël shumë ngjyrësh. Secili prej tyre shkëlqente në nuancat e arit, kuqes, argjendit dhe vjollcës. Drita e diellit reflektoi mbi ta, duke krijuar një ylber ngjyrash që dukej pothuajse e botës tjetër. "Të gjithë, e janë shikoni", bërtiti ai me zërin që i dridhej nga emocioni. Ndërsa njerëzit u grumbulluan përreth, Marku dorëzua në gojën e peshkut, duke ngritur me zjarr një nga gurët. Ishte i lëmuar dhe shkëlqente si një gur i çmuar. Një nga një, ai nxori me kujdes çdo gur, duke numëruar gjithsej 10. Një murmuritje frike u prap në turp. Gurët ishin verbues, ndryshe nga çdo gjë që kishin parë më parë. Një oficer policie në turm u vrejnë. "Prisni 1 minutë", mërmëriti ai duke shkuar përpara. Ai pa gurët me kujdes, pastaj hodhi një vështrim Markut. Këto janë diamante." Turma gulçoi. "Diamante këtu, në gojën e një peshku?" Oficeri u kthye nga Marku me fytyrë të zymë. "Ne kemi patrulluar liçenin për javë të tëra për shkak të një vjedhje nga Muzeu Kombëtar. Diamante me vlerë mbi 20 milion dollar janë vjedhur dhe nuk janë parë që atëre." Marku u habit teksa kuptoi rëndësinë e zbulimit të tij. Mendoni se këto diamante janë pjesë e asaj pjese të vjedhur?" pyeti ai ende i trodhnitur. Oficeri poi me kokë. "Ai duhet të kenë hedhur diamantet në liçen për të mos u kapur, por peshku, i tërhequr nga shkëndia, duhet i ketë gëlltitur." Ai pa mbrapa nga liçeni, duke qëndruar në mendime. "Nuk mund të thuhet sa diamante mund të jenë ende atje poshtë, ose nëse ai duhet të planifikojnë të kthehen për ta." Marku mendua shpejt. Një ide u formua në mendjen e tij. Ai vrapoi drejt kamionit të tij dhe mori një sensor vibërimi, një pajisje që dikur e kishte përdorur për zbuluar lëvizjet e peshkut gjatë peshkimit natën. Ai shpjegoi oficerit se sensori mund zbulonte edhe lëvizjet më të lehta në ujë. Nëse ai duhet të kthehen për të tërhequr diamantet, jo do të regjistrojë lëvizjet e tyre, tha ai, duke vendosur me kujdes sensorin në shpinën e peshkut përpara se të lëshonte përsëri në liçen. Oficeri poi me kokë në shenjë miratimi. "Mendim i mirë, Mark. E do të krijojmë një aksion dhe do të monitorojmë zonën." Ndërsa ra muzgu, liçeni u qetësua edhe një herë, por këtë herë një ndjenjë pritje e varrej në ajër. Në shumë se 50 oficer, së bashku me Markun, u fshehen rreth liçenit me sytë e tyre të stërvitur në ujë. Orët kalonin neshtje, të thyera vetëm nga shushurima e paseshme e gjetheve. Rreth orës 2 të mëngjesit, monitori u ndes, duke sinjalizuar një shpërtim të papritur aktiviteti pranë cepit veriperëndimor të liçenit. Zemra e Markut rau ndërsa u dërgoi me radio koordinatat e oficerëve. "Ata janë këtu", shpëriti ai. Adrenalina i rodhi në përvena. Brenda pak sekondash, oficerët pushtuan zonën përreth. Një grup i burrash që po lëviznin tinës përgjatë vizës bregdetare me çanta në duar. Kapur në flagrancë, hajdutët nuk kishin zgjidhje tjetër veç se të dorëzoheshin. U gjetën çanta të mbushura me diamante dhe xhevaire të tjera, me një vlerë totale prej 54 milion dollar. Të nesërme në mëngjes, lajmet për imëkëmbjen u përhapën me zjarr. Mark Larson, peshkatari modest, ishte bërë padashje një hero lokal. Në një ceremoni të veçantë, kryetari i bashkisë ndau medaljen e nderit, duke përgëzuar mendimin dhe guximin e tij të shpejtë. Marku, ndonse i përulur, i pranoi vlerësimet me një buzëqeshje të qetë.
Mendimet e tij endet e liçeni dhe e peshqit kolosal që kishin çuar pa dashur drejt një zbulimi të tillë. Historia e tij u bë legjendë lokale, e transmetuar te brezat e ardhshëm, të cilët do të mrekulloheshin me peshkatarin që kishte kursyer miliona në bizhuterit e vjedhura. E gjitha kjo fal një dite të zakonshme në liçen dhe një kapje të paharrueshme. Dhe megjithse Marku i u kthye rutinës së tij të rregullt të peshkimit, ai nuk do të harronte kur ditën kur zbuloi një thesar të fshehur në thellësitë e Silver Lake.